E papritura pas lajmit të madh, 7.000 ndjekës më shumë për Dolce. Dolce përjeton shpërthim populariteti pas lajmit historik ndërkombëtar. Për banoren e Big Brother VIP Kosova, Dolce, sukseset nuk kanë fund. Menjëherë pas njoftimit për lëvizjen e saj, e cila do ta çojë si mysafire speciale në shtëpinë e Grande Fratello, në Itali, një lëvizje etiketuar si historike për shkëmbimin e formatit, ajo përjetoi një të papritur tjetër, këtë herë në rrjetet sociale. Populariteti i saj u përshkallëzua menjëherë. Në një kohë rekord, llogaria e saj në Instagram dëshmoi një rritje masive, duke shtuar rreth 7.000 ndjekës të rinj në pak më shumë se 24 orë, duke e çuar numrin total në 84.000. Ky fluks i shpejt ndjekësish tregon qartë sa i madh është interesi dhe sa shumë po mbështetet nga publiku ky hap i madh ndërkombëtar i Biondes, duke dëshmuar se tashmë ajo është gati të shkëlqejë edhe në skenën e reality show italian. Abonohuni për lajmet e fundit në kanalin ton.